Më 30 nëntor 2016, kontrata e partneritetit publik-privat me kompaninë e tani të famshmit Klodian Zoto për mbledhjen dhe djegjen e plehrave në qarkun e Fierit hyri zyrtarisht në fuqi. Aso kohë ajo u quajt si një nga ndërmarrjet më të rëndësishme në menaxhimin e mbetjeve për vendin. Afatet, garancitë dhe premtimet u vendosën në dokumente, por vitet që pasuan treguan se një gjë mund të jetë e rregullt në kontratë dhe të mos ekzistojë fare në realitet. Në vitin 2021, impianti duhej të ishte në punë. Në atë periudhë, u raportua se mbetjet nisën të dërgoheshin drejt impiantit me një kapacitet të përmendur 250-280 tonë në 24 orë. Kjo do të ishte faza ku Fieri dhe bashkitë e tjera të qarku do të ndjenin lehtësimin, mbetjet do të trajtoheshin e më pas do të digjeshin dhe do të prodhohej energji. Por ajo që u pa në terren ishte diçka tjetër. Mbetjet shkonin, por jo drejt një linje djegjeje, ato thjesht depozitoheshin. Ndodhemi në fshatin Kall, pikërisht këtu ku është ndërtuar incineratori, miliona lek të hedhura dhe është jashtë punë. Këtu jam me gazetarin e minjohur zotin Adriatik Golemi, shifrin edhe pamje tash që makina i peshua dhe iku drejt të fushës gropës plera. Në janar 2022, situata mori formë të qartë. Impianti funksiononte de facto si landfill për bashkitë e qarkut Fier. Djegja nuk do të bëhej kurrë, por depozitimi do të kryhej me metodën partizane, mbulo, ngjesh dhe ik, mos të shoh njeri. Banorët e fshatit Vërria aso kohë, vendin ku është ngritur impianti e përshkruan atë si një mal plehrash me erë të padurueshme. Përveç aromës dhe malit me mbetje, frika më e madhe janë ujërat e ndotura. Në territorin e impiantit dalloheshin gropa të mbushura me ujë të zi, që prodhohet nga dekompozimi i mbetjeve urbane dhe që sipas ekspertëve mund të ketë përshëndrim të lartë azoti, toksinash dhe metalesh të rënda. Ky ujë është një vatër potenciale infeksioni dhe e kërcënim për shëndetin e banorëve, ndërsa shkalla e rrezikut të tij nuk është matur praktikisht. Më 28 mars 2022, prokuroria sekuestron impiantin dhe fut në burg 20 individ, përfshirë dhe nënkryetarin e bashkisë Fier dhe ministrin e mjedisit Lefter Koka. Burgu i vjen rrotull dhe Armando Subashit, i cili për arsye ende të paditura shpëton. Por burgu ishte totalisht i parëndësishëm, pasi mali me plehra vazhdoi të shtohet. Në qershor 2023, ndërkohë që qytetarët prisnin të shihnin funksionim, u shfaq një tjetër realitet. Administratori i emëruar pas sekuestrimit, Faraudin Arapi, aplikoi një tarif porte 12 euro për ton, një kusht i prerë dhe bashkitë që nuk do ta paguanin nuk do të lejoheshin të depozitonin mbetjet. Arabi e justifikoi këtë si një kosto minimale për mbarvajtjen e punës e deklaroi se parashikimi në projekt ishte 25 euro për ton. Ai tha se bashkitë që nuk kishin paguar detyrimet do të bllokoheshin dhe nuk do të pranoheshin të depozitonin më. Në terren, kjo krijoi një situatë absurde. Patosi dhe Divjaka, për mungesë fondesh u rikthyen përkohësisht tek fushat e vjetra të plehrave, derisa u gjet një zgjidhje për pagesat, ndërkohë në Fier, mbetjet vazhdonin të vinin dhe mali rritej. Arabi shpjegoi se kur e mori në dorëzim, linja e diferencimit të mbetjeve nuk ishte gati. Priti një fond për ta vënë në punë, por fondi nuk u miratua nga qeveria dhe për këtë arsye bëhej vetëm depozitimi. Ai pohoi se nevojiteshin edhe 2.8 milion euro të tjera për të vënë impiantin në punë, por këto para ishin refuzuar. Në janar 2024, nëpërmjet një kontrate qiraje, administratimi i zonës së peshores në hyrje të projektit e landfillit ju kalua bashkive të qarkut Fier, ndërsa agjencia mbeti të administronte objektin që duhet të ishte djegës, por që ishte jashtë funksionit. Në praktik, kjo krijoi një ndarje të çuditshme. Bashkitë u morën me pjesën që prodhon çdo ditë problem, mbetjet, ndërsa zemra e projektit, incineratori, mbeti një trup pa funksion. Ndodhemi pikërisht e porta inceneratorit Fierit, vend grumullimi i vetëm i mbetjeve për të gjithë qarkun. Këtu sjell mbeturina duke filluar nga Ballshi, Roskoveci, Patosi, Fieri, Lushnja, Divjaka, të gjitha vinë këtu. Ende nuk është vënë inceneratori në punë, incineratori ndodhet i sekuestruar në Hetin, Spaku po bën punën e vet. Ndërkohë grumulli i plerave është krijuar në një mini kodër, minimal, çfarë mund të quhet. Makinat vazhdojnë
të sjellin, ishte një moment po të afrohemi pak më tutje, është peshoj, apo do një makinë. Kjo makina ja mbasi është shpeshuar makina, po ripeshohet tani ka derdhur dhe po ripeshohet përsëri. Pra kjo është situata dhe askush nuk jep një përgjigje. Bashkia e Fierit ka krijuar një ndërmarrje për menaxhimin e mbetjeve, por askush nuk jep informacion se çfarë po ndodh realisht. Çfarë do ndodhi me atë marrëmbetjesh, si do të përpunohet, nëse do të riciklohet, nëse do të digjet, nëse do të vendoset në punë inseneratori. Inseneratori është tamam një patate e nxehtë që askush nuk do ta preki. Madje nuk do që të përmendet fare. Megjithatë, gjithë kjo heshtje nuk zgjidh problemin, sepse plerat vazhdojnë akumulohen dhe ky do të jetë një min mesaat, një bombë ekologjike e cila pritet të shpërthejë nga çasti në çast. Nuk e di ku do të drejtohemi, nuk e di me kë të flasim për këtë çështje, megjithatë jemi duke u marrë me të për të kuptuar më mirë si vetë por dhe publiku se çfarë do të bëhet me këtë mal artificial vetë që do krijohet. Më 15 prill 2024, Bashkia Fier ndërmori një hap që ndezi polemika. Krijoi një kompani publike për të marrë përsipër menaxhimin e fushës së mbetjeve dhe impjantit jo funksional. Vendimi u miratua në një mbledhje ku publiku dhe medias u mbyllën dyert, duke shkaktuar një tension. Pas kësaj, nënkryetari i Këshillit Bashkiak nga opozita, Endri Jaupaj, u shkarkua me pretendimin se po filmonte mbledhjen. Jaupaj tha se Këshilli kishte kërkuar informacion për gjendjen e inceneratorit dhe kishte propozuar ngritjen e një grupi pune për vlerësim, por ishte përballur me indiferencë dhe me arsyetimin se objekti ishte nën sekuestro. Ai e quajti situatën krim mjedisor dhe paralajmëroi se vendimi po merrej në errësirë, pa e ditur realisht se çfarë po trashëgohej. Në vendimin e shoqërisë së Republike u përcaktuan aksionet dhe kontributet. Bashkia Fier si aksionere kryesore me 50.78% dhe me pagesë 5.1 milion lek, Bashkia Lushnjë me 25% dhe 2.5 milion lek, Patosi 7.03% me 700.000 lek, Roskoveci 5.47% me 500.000 lek, Divjaka 7.03% me 700.000 lek, Mallakastra 4.69% me 500.000 lek. Në thelb, u hodh në letër një strukturë që priti të marrë kontrollin kur të përfundoi gjyqi. Pra dhe menaxhimi u lidh me një proces që pritet të zgjas pafundësisht. Në 21 tetor 2025 historia mori një tjetër kthes. Gjykata e lartë prishi vendimin e apelit të GKK-s dhe vendosi që çështja të rigjykohet në apelin e GKK-s, por me një trup tjetër gjykues. Rekursi ishte bërë si nga prokurori i SPAK Dritan Prençi, ashtu dhe nga mbrojtja e të pandehurve. Vendimi i gjykatës së lartë përmbledhej kështu: prishje e vendimit dhe kthim për rishqyrtim në apel me trup tjetër. Për publikun, kjo përkthehet thjesht edhe më shumë kohë. Dosja me 20 të pandehur rikthehet në shkallën e dytë, ku të dënuarit kërkojnë pafajësi dhe prokuroria kërkon dënim edhe për 3 të shpallur të pafajshëm. Në janar 2026, panorama është e ngrirë, impjanti mbetet në sekuestro, nuk djeg dhe zona përdoret praktikisht si vend depozitimi. Për banorët e Vërris, kjo nuk është më temë politike, por ajër i rënd që thithet çdo ditë. Për bashkit është zgjidhja që u hoqi fushat e vjetra nga syt, por u la një mal plehrash në zemër të Myzeqes, në afërsi të Fierit dhe në mes të tokave bujqësore. Për shtetin është një dosje që rrotullohet në përgjykata dhe për qytetarët që paguajnë është një faturë e vazhdueshme për një incenerator pa zjarr.